Këtë të njëjtën me 26 shkurt, në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, u prezantua draft raporti për progresin e Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Raporti thekson se objektivi i vitit 2027 mbetet i arritshëm, por vetëm nëse vendi tregon rezultate konkrete në reforma dhe forcon kapacitetet institucionale në drejtësi dhe transparencë. Raportuesi për Shqipërinë, Andreas Schieder, theksoi shqetësime lidhur me klimën politike në vend. Ai u shpreh se radikalizimi i fundit ka bërë që politika të zhvillohet shpesh jashtë sallave të parlamentit dhe jo në mënyrë institucionale. Prioriteti kryesor duhet mbetet mbyllja e kapitujve të negociatave. Klima politike nuk është më e mira e mundshme. Ka shqetësime lidhur me zgjedhjet dhe dyshime për blerje votash, por gjithashtu shqetësime për bashkëpunimin politik. Korrupsioni mbetet shqetësim i madh që kërkon adresim. Prioritet tani duhet jetë mbyllja e kapitujve të negociatave me ndryshim konkret. Objektivi për 2027-ën është shumë më i arritshëm, tha Schieder. Kreu i Komisionit për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, u shpreh se Shqipëria ka ende punë për të bërë, duke përmendur protestat e opozitës, që i cilësoi si të dhunshme dhe jo të pranueshme për një vend demokratik. Ai vuri theksin te nevoja për ndryshime konkrete dhe implementim të legjislacionit të miratuar. Eurodeputeti Marco Tarquinio ngriti shqetësimi lidhur me numrin e lartë të paraburgosurve, ndërsa Thomas White vuri në dukje rolin e prokurorisë së posaçme të SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit në nivele të larta, duke cilësuar kapacitetin e saj si një sinjal pozitiv për avancimin e drejtësisë. Pavarësia e gjyqësorit është pikëkyçe dhe avancimi duhet të vijojë. Na duhet të shohim më shumë gjithë përfshirje, sidomos të shoqërisë civile, tha White. Eurodeputeti Michael Gahler ngriti shqetësime të mëtejshme lidhur me praninë e strukturave të rrënjosura korruptive dhe aktiviteteve të krimit të organizuar, që shtrihen deri në nivelet më të larta të pushtetit. Si shembull konkret ai përmendi rastin e Belinda Ballukut, duke theksuar se, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, që jepte të drejtë SPAK-ut, mazhoranca refuzoi të hiqte imunitetin e saj. Kjo tregon qartë qëndrimin e mazhorancës kur bëhet fjalë për përballjen me pretendime serioze dhe hetime në fushën e korrupsionit. Bashkimi Evropian duhet të insistojë që shteti i së drejtës të zbatohet pa përjashtim përpara çdo hapi drejt antarësimit, tha Gahler. Gahler gjithashtu theksoi se vizita e tij i dha një pasqyrë të qartë mbi situatën në terren dhe se informacionet e shoqërisë civile tregojnë ekzistencën e strukturave problematike që nuk mund të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian, duke funksionuar si më parë. Ai kërkoi që parimi i shtetit të së drejtës të zbatohet në mënyrë universale dhe që strukturat problematike të çmontohen përpara çdo antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky qëndrim bashkon shqetësimet e ngritura nga raportuesi Schieder dhe komisionerë të tjerë, duke nënvizuar nevojën për reforma konkrete dhe mbylljen e kapitujve të negociatave si hap thelbësor drejt integrimit evropian.